Tani, unë s'do të përsëris ato që tha Eraldi për Ballkanin e hapur që i futi thikën pas shpinë e Kosovës dhe e përjashtoi Kosovën. Bie dakord me Vasilin, po ti Vasilin atko ke qenë me PD-n, nuk ke qenë me PS. Kur i ke bërë këto veprime pro Kosovës. Tani dua t'ju lexoj vetëm një SMS që i ka shkuar kur lëngonte Sinisha Mihajlović kur ishte i smur dhe i ka shkuar një SMS. I dashur zotri, unë jam Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, ish lojtar i ekipit kombëtar të basketbollit dhe një admirues i vjetër i Sampdorias së Vujadin Boshkovit. Numrin tënd e mora nëpërmjet mikut ton të përbashkët Aleksandr Vučić. Kosova, prit. Aleksandr Vučić. Fola për ty mbrëm tunë Novi Sad. Po. Prej kohësh kam dashur të shpreh admirimin tënd për forcën, guximin për të cilat përballesh me armikun tënd të rrezikshëm të jetës tënde. Por gjithashtu dua të them se pasi keni mundur shumë portier me goditjet tua me penalti, jam i bindur që do të jeni aftë të mundni të mundni edhe hijen që është vendosur mes teje dhe portës së ardhme të jetës. Prit. E dini që mesazhet ndërpritet fjala se nuk është procedurë. Zoti Blushi, kryetari i grupit parlamentar Partisë së Lirisë, për procedurë. Zoti kryetar, Zoti kryetar, dua t'ju kujtoj se çështja e Kosovës edhe interesi kombëtar prevalon mbi procedurën, edhe mbi rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë që sot krye fjalë duhet të ketë Kosovën. Unë i mirëkuptoj thirrjet për të vendosur Shqipëri mbi partinë, por nuk mund të pranoj faktin që kjo thirrje bëhet nga ata që kanë vendosur Jugosllavinë mbi Shqipërinë. Së pari dua t'ju kujtoj, çështja e Kosovës nuk është çështje e një mitingu. Sot Shqipëria i ka të gjitha mundësitë për të ngritur çështjen e Kosovës, për të kërkuar lirimin e drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, si në Këshillin e Evropës, si në NATO, si në OKB dhe në të gjitha organizatat e tjera. Por a mund të ketë sot dhe a mund të pranohet një ftesë për protestë ku duan të bashkojnë shqiptarët me anti-shqiptarët? Okej, faleminderit. Ky diskutim politik nuk ka lidhje me rendin e ditës dhe me rregulloren. Fjalën ka kërkuar zoti Manja. Zoti kryetari i Kuvendit, e kërkova fjalën me thënë drejtën për të kërkuar të gjithë kolegëve sot këtu të pranishëm që ta fusim këtë seancë plenare në shinat e dura dhe në rendin e ditës që kemi. Dhe unë, kur flitet për Kosovën, se cilin këtë sallë kemi ndjeshmëritë tona, dhe unë refuzoj të bëhem pjesë e këtij debati se kush e do më shumë Kosovën dhe kush e do më pak, dhe nuk do ta bëj këtë as sot e as mot. Sepse Kosova është një pjesë e jona, është ajo jashtë procedure jam, po jashtë procedure. Kosova është një pjesë e jona. Ndroni dhe procedura, zoti Manja, ju lutem. Amaneti që e kemi thënë gjithë nuk falet, dhe secili e ka dëshmuar me vepra se kush e do më shumë Kosovën në momentet kur Kosova e ka dashur të mbështetje prej nesh. Kush e ka dashur më shumë Kosovën kur makineria e Miloševićit tentoi të shfaroste shqiptarët e Kosovës, rroku armët dhe e pagoi me gjak pavarësinë që ka Kosova sot dhe prandaj këta quhen ajka e kombit. Kush nuk e bëri këtë, hapi dyert për mira shqiptarët të Kosovës që u shpërngulën nga makineria e Miloševićit. Ndaj
Dilën do te t'ju procedura, lutesha, zoti Manja. mos na futni në këto ndjeshmëri të veri juk, se ase majta dhe ase djatha, sepse Kosova është pjesë e qëndësishme e çdo shqiptari dhe çdo njeriu që ka gjak shqiptari. Sa për Edi Ramën, unë jam i bindur dhe këto e them shumë sinqerisht, ai s'ka nevojë për avokatin time dhe avokatin as kujt. Ju lutem dilni në procedurë, zoti Manja. Në cilësinë time si ish Nuk është ministër, për procedurë. kam patur rastin dhe fatin jo njerë, por disa herë ta shoqëroj në disa vizita zyrtare në Europë dhe dua ta them publikisht, është avokat i shkëlqyer i çështjes Kosovës. Me qëndrimet forta diplomatike, aty ku realisht bëhet politika europiane dhe ndërkombëtare për Kosovën, ka kërkuar me forcë njohjen e pavarësisë së Kosovës nga 5 vendet BE-s që ende refuzojnë ta njohin Kosovën. Pastaj patriot me fjalë, e patriot me rezoluta, e patriot me deklarata, bëhet gjithë, por ju lutem, në protestën që do të zhvillohet nesër në Tiranë, ne do shkojmë si qytetar dhe si shqiptar. Unë nuk e di se si mund merret qëndrim politik të një force të djathtë apo në një forcë të majtë, a dalim nesër në protest apo të mos dalim. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi janë komandantë e UÇK-s dhe UÇK-ja është faqja e ngritur e luftës Kosovës për pavarësi dhe liri. Kjo është ajo që do të ndodhë nesër, ndaj zoti kryetar, ndjes se u kërkoj edhe kolegëve se tu po zgjidhemi për procedurë, ndjes se u zgjata seancat hyj në shinat e rendit ditës, sepse s'kan këtë krah, as nuk besoj se kanë këtë krah, që m'akuzon mua dhe kolegët e mi që e duam Kosovën më pak se sa ju. Kur të shkruhet historia Sali, ti jesh i bindur që secili prej nesh e kemi vendin aty. Me dritë hijet tona, me tirat dhe me sqat. Zoti Manja, me gjithë respektin për Kosovën, për çështjen padyshim, ju lutem atë që kërkoni nga kolegët e tjerë duhet ta respektoni edhe vetë, duhet të qëndroni brenda procedurës. Dakor, por nuk duhet të ndodhë më. Atëherë, në mbledhjen e dieshme të konferencës kryetarëve, për çfarë? Çfarë keni kërkuar? Replik. Urdhro, 2 minuta për replik. Nuk ka asnjëri dëshirë të bëjë një çështje kaq madhore siç është genocidi, çështje partjake. Është verbria e atyre që urdhëroni ju që të mos votoni eksterminimin e shqiptarëve vetëm për shkak të etnisë. Shkoni në Kosovë, shkoni në Krush, shkoni në Reçak, shkoni në Lugën e Butë, patarasin Tishanver në Bjeshtë e Istogut, nga Maja, nga Sanxhaku.